Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, në 3 mujorin e parë të vitit 2025 kanë lindur në qarkun Dibër 202 fëmijë, ndërkohë ky numër është më i vogël se ai 3 mujorit të parë të vitit 2024, pasi kanë lindur 244 fëmijë. Statistikat e publikuara për një periudhë 4 vjeçare tregojnë numrin në rënje të lindjeve në të gjithë qarkun Dibër. Në 3 mujorin e parë të vitit 2021, në qarkun Dibër ka lindur 359 fëmijë, ndërsa një vit më vonë në 3 mujorin e parë 283 fëmijë dhe në vitin 2023, në 3 mujorin e parë 239 fëmijë. Për 3 mujorin e parë të këtij viti, numrin më të ulët të lindjeve e ka qarku Gjirokastër me vetëm 76 bebe të ardhura në jetë dhe numrin më të lartë Tirana me 1750 lindje. Në total, shtesa natyrore e Shqipërisë në 3 mujorin e parë të vitit 2025 është 4662 fëmijë të ardhur në jetë. Ndërkohë, numri i vdekjeve në qarkun Dibër për 3 mujorin e parë të vitit 2025 është 195, 50 persona më pak se 3 mujori i parë i vitit 2024. Numri më të ulët të vdekjeve mban qarku i Kukësit me 123, ndërsa numri më të lartë Tirana me 1423. Në rang vendi, numri i vdekjeve është 5545 persona për 3 muajt e parë të vitit, me 883 vdekje më shumë se lindje.